Një tjetër operacion i gjëri koordinuar nga policia e shtetit në kuadër të luftës për kultivimin e kanabisit u finalizua në Shkodër në kuadër të aksionit të gjërë koordinata. 4.002 bimë të dyshuara narkotike u azgjesuan, si dhe 510 gram u gjetën në formë boçeje, ndërsa përfunduan të proceduar penalisht 5 kryetar të fshatrave për shpërdorim të detyrës. Shërbimet e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës dhe komisariatet në varësi në bashkëpunim me njësinë e sigurisë publike i kanë vijuar kontrollet në gjithë territorin me qëllim goditjen e rasteve të kultivimit të narkotikëve. Në territoret e njësive Pult, Anë e Malit, Shosh dhe Shal, shërbimet e policisë i gjetën 4.002 bimët e dyshuara kanabis sativa dhe 510 gram të lëndës narkotike në formë boçeje. Në vijim të këtyre veprimeve, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi për veprën penale të shpërdorimit të detyrës për kryetarët e fshatrave, atën Nën Mavriq, shtetasin LL, kryetarin e fshatit Leknika, shtetasin KK, kryetarin e fshatit Kuj, shtetasin DV, kryetarin e fshatit Vuksana, shtetasin KG, të cilët akuzohen për shpërdorim të detyrës dhe mos kallëzim të krimit, gjithashtu edhe për kryetarin e fshatit Palaj, shtetasin me inicialet KK. Nga ana e policisë vjen puna për identifikimin, kapjen dhe vënien para përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të këtyre bimëve. Në gjithë këto operacione, lufta më e madhe e policisë ka përfunduar me azgjesimin e bimëve narkotike dhe procedimin e kryetarëve të fshatrave, ndërsa në mas nuk është identifikuar autori apo autorët e kultivimit të këtyre bimëve që vijojnë të jenë të lirë. Operacioni antikanabis i koduar koordinata do të vijojnë në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës, që edhe këtë vit dëshmoi se mbetet në krye të listës sa i përket sipërfaqeve të kultivuara me bimë narkotike.